dikur dasmat shqiptare bëheshin në oborrin e shtëpisë. Nuk kishte sallone luksoze, nuk kishte dekorime të shtrenjta. Kishte vetëm tryeza të thjeshta, mbuluar me çarçaf të bardhë, plot me gjell që i sillnin gratë e lagjes. Muzika vinte nga çiftelia dhe daullja, dhe zërat e njerëzve kumbonin deri në mëngjes. Fëmijët vraponin në obor, të rriturit kërcenin dorë për dore, dhe askush nuk rinte ulur. E gjithë lagja, i gjithë fshati ishte i ftuar, sepse nuk kishte rëndësi kush sa kishte rëndësi kishte që të gjithë të festonin bashkë. Dhe ajo atmosferë nuk matet me para. Ajo ishte e sinqert, e pastër, e mbushur me gëzim që vinte nga zemra. Nuk kishte ftesa luksoze, sepse ftesa ishte vetë thirrja e gëzimit. Nuk kishte ndarje mes njerëzve, sepse atë ditë të gjithë ishin një familje e madhe. Dasma në obor nuk ishte vetëm një festë martese, ishte një festë e jetës, e dashurisë dhe e bashkësisë që sot shpesh na mungon. Dhe kush ka jetuar një dasmë të tillë, e di mirë se ai gëzim nuk përsëritet më kurrë.